11 maj, dita kur Shqipëria thot jo shitjes së votës dhe po demokracisë së vërtetë. 11 maj 2024 mund të shënojë një moment historik për Shqipërinë. Një ditë kur qytetarët vendosin të thyejnë zinxhiret e korrupsionit, krimit dhe politikës së vjetër që kanë mbytur vendin për më shumë se 3 dekada. Kjo është dita kur ne, si kombë, duhet të themi një jo të fortë shitjes së votës dhe po votimit të lirë, të ndërgjegjshëm dhe të drejtë për një Shqipëri më të mirë. Për 35 vjet, Shqipëria ka qenë peng i një sistemi politik të korruptuar, ku emra si Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë dominuar skenën. Duke e shfrytëzuar vendin për interesat e tyre personale dhe duke e lënë popullin në varësi dhe mjerim. Korrupsioni, krimi dhe politikanët e vjetër janë bërë sinonime me probleme që kanë penguar zhvillimin e vendit dhe kanë larguar shpresën e qytetarëve për një të ardhme më të ndritshme. Por 11 maj mund të jetë fundi i kësaj epoke. Kjo është mundësia jonë për të thyer status quo-n dhe për të zgjedhur një brez të ri njerëzisht të rinj, të ndershëm dhe të përgatitur, që vërtet duan të punojnë për ne dhe për Shqipërinë. Njerëz që nuk shohin politikën si një mjet për të pasuruar veten, por si një mundësi për të shërbyer vendin dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Pse duhet të themi jo shitjes së votës? Shitja e votës është një plagë që ka infektuar demokracinë tonë. Ajo e ka kthyer votën, një të drejtë të shenjtë, në një mall të tregtueshëm, duke e privuar popullin nga fuqia e tij e vërtetë. Kur votat shiten, zgjedhin jo më të mirët, por ata që kanë më shumë para. Kjo ka çuar në një cikël vicioz ku politikanët e korruptuar mbeten në pushtet, ndërsa ne, qytetarët, vazhdojmë të vuajmë. 11 maj duhet të jetë dita kur ne thyejmë këtë cikël. Duhet të refuzojmë të bëhemi pjesë e këtij sistemi të shtrembëruar dhe të zgjedhim me mendje dhe ndërgjegje. Vota jonë është fuqia jonë, dhe ajo nuk duhet të shitet për një pako makarona, miell leke ose një premtim të zbrazët. Ajo duhet të jetë një vendim i lirë, i bazuar në besimin se ne mund të ndryshojmë destinin e këtij vendi. Pse duhet të zgjedhim një brez të ri? Politika shqiptare ka nevojë për një frymë të re. Ka nevojë për njerëz që nuk kanë pjesë në korrupsionin dhe krimet e të kaluarës. Njerëz që nuk kanë lidhje me skandale, me abuzime të pushtetit ose me interesat e errëta. Një brez i ri që e sheh politikën si një mision për të ndihmuar, jo për të shfrytëzuar. Këta njerëz ekzistojnë. Ata janë të rinj të përgatitur, të ndershëm dhe të motivuar që kanë besim në një Shqipëri të re. Ata nuk janë pjesë e sistemit të vjetër, por janë gati të luftojnë për të ndryshuar atë. 11 maj është mundësia jonë për t'i sjellë ata në fron. Si do të ndryshojë Shqipëria pas 11 maj? Nëse ne, si popull, vendosim të votojmë me ndërgjegje dhe të refuzojmë shitjen e votës, Shqipëria do të ketë një shans të vërtetë për të kaluar në një fazë të re. Një fazë ku korrupsioni dhe krimi nuk do të tolerohen më, ku politika do të jetë një shërbim për popullin, jo një mjet për të pasuruar veten. Kjo nuk do të ndodhë natën pas zgjedhjeve, por është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur. Ne duhet të jemi të gatshëm të ndjekim dhe të mbikëqyrim ata që zgjedhim, të kërkojmë llogari dhe të insistojmë që ata të respektojnë premtimet e tyre. 11 maj 2025 mund të jetë dita kur Shqipëria klirohet nga hijet e së kaluarës. Një ditë kur ne, si popull, vendosim të marrim përsipër përgjegjësinë për të ardhmen tonë dhe të themi jo korrupsionit, jo krimit dhe jo politikës së vjetër. Kjo është mundësia jonë për të ndërtuar një Shqipëri të re, të drejtë dhe të lirë. Vota jonë është zëri ynë. Le ta përdorim atë me mençuri. Le të themi jo shitjes së votës dhe po një Shqipëri më të mirë.